zgjidhet problemi me pronarët. Pik. Cili do qovë dhe kush do që tjetë. Dhuna shtetërore ndaj pronarëve nuk mund të përdoret kur. Se këte e kryon qeveria. Qeveria paguat dhe bën këtë gjëra. Zoti Berisha, ju tha që keni një plan, një ide për protestën e 28 shkurtit që do të paraqisni kryesisë apo Këshillit Kombëtar për të marrë një vendim dhe më pas media do të informohen. A varet, le të themi, dhe skenari i protestës së 28 shkurtit nga qëndrimi i mazhorancës ditën e sotme për zëvendëskryeministrin Balluku dhe në idenë tuaj, a është përfshirë që qëndresa pa ndalim apo ngujimi një pjesë të zyrtarëve të Partisë Demokratike? Faleminderit për pyetjen. Protestat tona nuk kanë në fokus kryesor Ballukun. Fokus kryesor i protestave tona është kryehajduti i kombit Edi Rama. Balluku është vetëm aksesor i tij. Një aksesor e tij. Është. Por protesta, revolta, kryengritja paqësore është ka në epicentër Edi Ramën për ne. Duhet jemi dhe çdo qytetar duhet ta ketë të qartë. Ai është mater matrix, nëna e nënës të gjitha këtyre aferave që kanë dalë, këtyre gjirizave që kanë shpërthyer. Pa e dini ju që Akshi është të paktën 3 herë më kriminal, më i rënd se çdo aferë tjetër. A dini ju se nëse në aferën Balluku janë vjedh taksat e çdo shqiptari, në aferën Rama Balluku, në aferën e Akshit janë vjedh të dhënat personale të çdo shqiptarit. Çdo e dhanë që ka ekzistuar për çdo qytetar shqiptar në telefonat e tyre, në WhatsApp-et e tyre, në galerit fotografive dhe videove të tyre, në bisedat e tyre, që të gjitha janë plaçkit, pas vendosjes me rastin e bllokimit TikTokut, të atyre dip aparaturave të kërkimit të thellë, gjithçka është kontrolluar nga lindat e Akshit dhe Edi Rama. Nga bota e krimit. E kuptoni ju çdo thotë që organizatat kartelet e drogës dhe organizatat kriminale kanë tani në dorë çdo të dhënë. Për çdo qytetar, për çdo kundërshtar, për çdo rival, për çdo politikan, për çdo deputet, për çdo ambasador, për çdo njeri që jeton në Shqipëri. A e ndëgjuat ju? Zëdhënësin Stanishiq, Baton Stanishiqin, që tha, ambasada tha, ka dërguar vetëm një kabël, imagjinoni paka, imagjinoni gjë ku shkoi. Vetëm një kabël nga 16 shtatori, nga 16 dhjetori, për Akshin. Kjo është një shkelje flagrante e konventave ndërkombëtare që garantojnë veprimtarinë normale të trupit diplomatik në Shqipëri. Ne kemi denoncuar këtë, me kohë. Akshi është afera me pa shembull në historinë e Europës. Janë vjedh të dhënat e çdo qytetari shqiptar. Çfarëdo që ka ai, çfarëdo marrëdhënie shoqërore, familjare, të gjitha janë vjedhur.
Ndaj dhe nuk bët fjalë këtu që ne të kemi objekt. E kemi Lubin, po kryesor është Edi Rama dhe themi sot këtu. Çështja më madhore është Akshi. Jemi shumë të qartë. Akshi te i kalon çdo lloj krimi. E kupton? Çdo thot të vjedhësh dhënat e çdo shqiptari, nga WhatsAppi, nga telefoni, nga kontot bankare, çdo gjë. Ndaj dhe kryengritja thirret për Edi Ramën si kreu i organizatës kriminale. Atëherë të përshëndes herojt e protestës, denoj me forcën më të madhe, herojt e revoltës, me forcën më të madhe, keqtrajtimin policesk që u bë ndaj të rive, të cilët ishin energjia, guximi,